shumë për kohën. Jo, faleminderit juve për ftesën, përshëndetje të gjithëve. Sa janë të vërteta, në fakt, sepse shpesh herë po shpërndohen lajme propagandistuese më pas të cilat edhe po shkaktojnë konfuzitet tek qytetarët të cilët marrin lajme jo gjithmonë prej burimeve të sigurta. Sa janë të vërteta raportimet se 20 qendra arsimore janë mbyllur në Suedi pas disa kërcënimeve që kanë ardhur në drejtim të tyre? Atëherë, për informacion, Blendi, bëhet fjalë për qytetin ku edhe unë jetoj, i cili ndodhet në veri perëndim të Suedisë. Dhe, pra, për ta thonë ndryshe, bëhet fjalë edhe për fëmijët e mi, të cilët janë detyruar të mos shkojnë në shkollë ditën e djeshme. Ideja e gjithë ideja e gjithë këtij kërcënimi ka qenë që ja them detaj se si ka është zhvilluar ngjarja, nëse më lejoni. Njëri u raportua i humbur, një 18 vjeçar afgan, u raportua i humbur në qytetin e Borlänge. Dhe mas raportimit i humbur ditën e martën në mëngjes, policia doli ta kërkonte në darkë, duke zbardhur Marta, qarkullonte një informacion nga rinia, nga vetë nxënësit, në për rrjetin social Snapchat, që shumë shpejt do kryhet a keni frikë, një të rit i shkruan një ide, a keni frikë që shkojmë në shkollë nesër, sepse kemi marrë informacion që nesër do ketë një sulm në shkolla. Një rit do kërkonte që të marrë një masakër në për shkolla. Dhe kështu rreth orës 1 mesnate, kryetari i bashkisë u mbledh bashkë me kryetari i komunës së Borlänge, si quhet aty masakri i bashkisë. Ndjes që të ndërpres, mirë po pata pak problem të dëgjoja dhe nuk dua të jem përsëritës në pyetje që i shtroj më pas lidhur me atë çfarë ju sapo thatë. Pra, kërcënimi erdhi në drejtim të një fëmije apo sepse nuk e pata shumë të qartë? Atëherë, një i ri 18 vjeçar u shpall i humbur ditën e martën në mëngjes. Hera fundi që ishte pa, ishte e hëna në mbrëmje. Dhe gjatë kësaj kohe ku ai ishte akoma i pa deklaruar të rit nxënësit e shkollave nëpërmjet rrjetit Snapchat shpërndanin mesazhin që nesër do ketë një masakër në shkolla. A do shkoni në shkollë? Pyesin një tjetrin. Kemi marrë informacion që nesër do ketë një masakër në shkolla. Cila shkollë do jetë ajo? Ky informacion i shkoi mësuesave të cilët lajmëruan drejtorat përkatës, dhe drejtorat përkatës ju drejtuan kryetarit të komunës apo bashkisë Borlänge. Aty rreth orës 1 mas mesnatë u mblodh, duke zbardhur Marta, u mblodh i gjithë grupi i punës, drejtorat e shkollave, kryetari i bashkisë, cilët